Arsyeja pse keni votu LDK ka qenë. Arsyeja pse keni votu LDK. Pse keni votu partijin për cilin keni votu. Keni votu LDK për atë program në përputhje me qëndrimet partijake, sepse programi është tjetër çka, qëndrimet janë tjetër çka. Oferta jonë politike në qeverisi është programi, për qëndrimet tona politike janë pjesë e LDK-s. Po çka nëse elektoratit pret me zbatu qatë program, për çka t'ka votu? Që to po e thot Visori. Unë po të kuptoj dhe unë po e përsëris atë që është bindje jona dhe prapo dhe mund mos pajtojni që ky elektorat na ka dëgjuar edhe për qëndrimet e tjera, ju vetëm për program. Dhe çdo ditë po i takojmë për besë. Mu ende askush s'po më thotë që i keni gabim që s'po doni me hyrë në qeveri. Ose kemi hyrë më falë në një bubble dhe jemi tu taku me njerëz gabum, po flas për votuese struktura. Më falë se e bëri një po më vjen keq se më pak më ka ra me bisedu me të dhe po du me mbijam Zoti Kamberi, pra infiltrim. Është shumë e rëndësishme ta trajtoj. Do me thonë u ktheve në disa prej diskutimeve që po bëhen ndoshta nga aktorë të ndryshëm që po thonë që ka ndodhur një lloj infiltrimi, Eduarsa, Elumir etj. Sot e ka ngritë Zoti Veli. Shiko, për shkak që nuk po kursehen as pak në degradimin e diskursit me cilën po flasin ndaj nesh, do ta përdor disa sekonda ta them edhe unë një çështje për cilën më kam vendosur heq mos më kursy. Dikush që e ka sjell partin 12% dhe për 4 vite nuk mbahet men as për një fjalim të vetëm të opozit bërjes, ndaj lëvizjes vetëvendosje, as një vendim, as një hap, as një diskutim, as një ballafaqim, për dallim prej ne të tjerëve të infiltruarve, që çdo ditë atje kemi bërë ballafaqime me ta, vjen me më tregu kush është infiltruma? Le ta mbana status politik për përgjegjësinë dhe përgjigjen duhet ja jap votuesit LDK-s pse nuk ju ka dëgjuar zoni 4 vite. Dhe nuk është i vetmi. Mua më vjen keq që një pjesë e madhe njerëzve që këto ditë na kanë akuzuar se s'po him në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Kur hyn në faqet e tyre, janë edhe disa aktivistë vetë shpallur aktivistë Lidhjes Demokratike të Kosovës, vnere mlef për kryesinë e LDK-s, asnjë fjalë për Albin Kurtin. Ai s'është mbështetësi LDK-s. Nëse ti në këto 4 vite se ki një fjalë me thënë për Albin Kurtin, po 100 fjalë për Lumir Abdixhikun, e LDK-n, ti si e mbështetësi LDK-s. Nuk mundesh ti me më tregu mu çka me bo me LDK-n, e as Lumirit as kujt tjetër. Dhe për më tepër, për fund, nuk është vendim i Lumirit, nuk është vendim i Eduarsës, është vendim i kryesisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është vendim i Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zotri Veliut nuk ju ka lexuar emri fare në listën e kandidatëve për deputet në Këshill me rreth 138 veta. Askush se ka ngrit dorën kundër. Askush se ka ngrit dorën kundër. Këta njerëz janë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk i kemi gjetë në barë. Janë strukturat më devotshme, dinitetshme të LDK-s dhe nuk kanë pas mendim kundër për atë listë sepse e kanë kuptuar që buron nga strukturat e LDK-s. Dhe nuk desha të flas në këtë formë as ndaj Zotit Veliu sepse mundohem ta mbaj respektin për atë kontribut që mund ta ketë pasur për LDK-n. Por sot dalë më flas mua për gërvishje e për LDK-n. LDK-n e 12% shiti, e s'ju kanë dëgjuar zani kundër Albin Kurtit. Kafeve s'ki nevojë me fol, del ballafaqau. Del ballafaqau zotni i ki pas 4 vjet. 4 vjet i ki pas. E ka qenë pjesë e komisionit për media. Qysh ka i kanë bërë RTK-s bre? A ka fol ndonjëherë diçka për RTK-n? Për zotin Gërvalla, që e kanë bërë drejtar atje. Për njerëz që po largohen prej punës në RTK vetëm se s'përkasin politikisht me vetëvendosjen. A e keni ndëgjuar ndonjëherë tu fol? Asnjë fjalë. Tash në flet mu çka me bo LDK-ja? Mos bre. Mos sepse po ofendon aktivistin e LDK-s. Tu marrë vesh me LDK-n asnjëherë me lëvizjen vetëvendosje. E unë që kam infiltruara, që nga momenti që kam dalë LDK më është dashur me pa prej debateve kush po vjen mas me në vetura, me pa kur po vëzis pas intervistave këne kam pas vetesa, me qindra mesazhe që më është dash me adresu në për organe, me gjitha ato mesazhe përçmuese e fyse, është dash me toleru 3-4 muj. Dhe i duroj sepse fundfundmit jemi pjesë e skenës politike dhe e kuptojmë edhe përgjithësinë që e kemi, edhe riskun që e kemi. Dhe 4 vjet, jo po 3 vjet në kiqë aty në kuvend, në grup njëjtë parlamentar, nuk dënjon asnjë sekond me mandat shqetësim, tash po mandon status politika? Jo bret lutem. Mosni kështu. S'po ju them juve, po i them të gjithëve që mëtojnë, ta lëndojnë votuesin dhe strukturat e LDK-s duke bërë betejë tilla pa skrupullta.
Ne kemi nevojë për unitet politik. Betejë jonë është me dikë tjetër. Me dikë shumë më të madh e më të rëndësishëm e më të egër, e më të rrezikshëm për Kosovën, që s'po mund të argëzojmë në më pak se 8 deputet. E çka ki bo tepër me rrezu në më pak se 8 deputet, sepse unë mundem me tregu çka kom bo.